E dashurmish, nisim pas pak me mam, do të kemi një super mami 4 fëmijëve, e cila ka një eksperiencë të jashtëzakonshme, sigurisht me uljet e ngritjet e veta, madje unë mbaj një produkt në dorë i cili do të jetë me ne gjatë emisionit, sepse Suzi ka një klinikë estetike në cilën e mban këtë produkt, e provon këtë produkt, e aplikon tek pacientet e veta, kështu që do të flasim për të, por do të flasim për Suzin si mami në 360 gradë. Por, një falënderim special shkon për Lejthiza dhe Dino Rios, që janë javë pas jave me ne, dhe për ju dashurmish që na ndiqni dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin në YouTube për të rritur më shumë si komunitet dhe për të marrë mendimet tuaja sa i përket miqve që duhet kemi në mam, por dhe temave që duhet trajtojmë. Fillojmë me Suzin nga Art Skin Clinic. Sugjeroj një shurup kundër acidit dhe që natën e parë djali feti gjumë. Si ishte një ajo natë magjike që nuk e harroj. Vërtet. Por në të njëjtën kohë unë ndjeva shumë keq. Unë ndjeva shumë keq, jo për veten, po për një fëmijë i cili që kur lindi nuk feti asnjëherë. Është shumë e vështirë. Sepse dija që është neglizhencë dhe mendoja që duhet kisha bërë diçka më herët. Sot në mam është Suzi, mami 4 fëmijëve, janë 3 djemë dhe një vajzë. Sot do të flasim për lindjet e saj që kanë qenë vërtet vështira, që kanë lënë gjurmë absolutisht edhe pse shtatzanit kanë qenë të lehta, gjithsesi lindjet kanë lënë gjurmë. Por gjithsesi, do të flasim edhe për neglizhencën mjekësore, mbi të gjitha, për instinktin e nënës që nuk gabon kurrë. Faleminderit që në mam sot. Faleminderit juve që më mirëpritet. Kënaqësi vërtet të jemi bashkë dhe të rrëfesh historinë tënde si mami 4 fëmijëve dhe sigurisht eksperiencën tënde si mami, por edhe në punën tënde, sepse ne do të flasim pas pak edhe për të dhe për t'i ardhur ndihmë edhe shumë mama në pritje apo nëna të cilat janë në gjithënia aktualisht. Gjithsesi duke e nisur nga ajo që ne kemi në mam të rëndësishme, prindërimin. Kanë qenë shtatzani të lehta, më ke thënë, me fëmijët. Po, shtatzanit ishin okay. Pa ndonjë komplikacion, por sërish domethënë Ka pasur të veta, problemet e veta, më shumë domethënë lodhja. Të përzjera ke pasur gjatë shtatzanitve? Diçka, jo diçka aqe theksuar, e mundimshme. Por më shumë këto problemet e ndryshimit të trupit, besoj nga kalimi. Jam bërë mami pak e re, 23 vjeqe, edhe direkt domethënë nga varimi i universitetit në një ndryshim goxha i madh. Besoj edhe mosha ishte e ndryshimi i trupit e kam ndjerë goxha. Edhe me shtatzanin e parë kisha një shtim goxha në peshë, sepse kam qenë shumë e dobët, edhe pastaj filluan ato problemet me shtyllën kurrizore, me shiatikun, me gjëra të cilat i njoha pak më herët se sa do doja. E di, va mendja. Por ajo që do të tërheq vëmendjen në këtë episod janë lindjet e tua, të cilat kanë qenë absolutisht të mundimshme. Dhe nuk po flasim për lindje që janë bërë në Shqipëri, në fakt, janë lindje që janë bërë në Mbretërinë e Bashkuar. Ku ti jeton prej sa vitesh, Suz? 11 vitesh. 11 vitesh, pra e ke nisur familjen tënde aty. Po. Dhe duke llogaritur gjithashtu edhe neglizhencën mjekësore, se duket sikur kur shkon jeton jashtë, kur jeton jo në Shqipëri, le themi ti do marrësh shërbimin e jashtëzakonshëm, kudo që shkon, përveç Shqipërisë nuk e merr atë shërbim, por ndërkohë me ty ka ndodhur krejt e kundërta, Po.
në Shqipëri është gjithmonë ajo ideja që ankohemi ka shumë për mjekësinë edhe pastaj mendojmë që do bëj jashtë. Shikoj që është një trend në Shqipëri që shkojnë në Amerikë, shumë goca për të lindur. Por në Angli, nga eksperjenca ime në kaq vite, mjekësia lë shumë për të dëshiruar. Dhe mendoj që neglizhenca është problemi më i madh në spitalet atje. Që me shtatzanin e parë jam hasur në neglizhencë, edhe gjatë shtatzanisë, domethënë injorimi i shqetësimeve që kisha. Domethënë në shtatzanin e parë më doli një problem me tiroide, të cilën prap nga këmbgulja ime në një klinik private pastaj arritëm të gjenim që kisha probleme me tiroiden dhe mora mjekimin, por jo në gjatë ndjekjes të zakonshme në shtet. Atje nuk ka një mjek që të ndjek, janë mamit, dhe çdo herë që shkon takon një mamit të ndryshme, edhe në fakt ishte një tip shoku për mua kur shkova, që si nuk kam një mjek, si do takoj çdo herë një njeri ndryshëm dhe kur të lind do jetë një njeri komplet i panjohur. Psikologjikisht ishte pak e çuditshme dhe fillova të kërkoj për një spital privat, në fakt, por çmimet ishin shumë të papërballueshme për një lindje, njësoj sikur ta blesh një fëmijë, jo ta bësh vetë. Edhe pastaj vazhdova në spitalin publik. Por bëra disa kontrole në klinika private, eko dhe... Për të qenë më sigurt pak për bebin. Për të qenë më sigurt. Kur e zbulove që ishte djalë? 17 javë mendoj, është atje që bëhet ekoja e gjinisë. Unë nuk kam pasur asnjëherë pritshmëri apo dëshira për një gjini të caktuar. Shumica e shoqeve duan patjetër goca për shembull, nuk e kam pas asnjëherë këtë dëshirën, jo. Edhe isha gëzuar çdo që ishte, burri ishte ai që ishte më i lumtur, që ishte djalë. Edhe tha, duhet të jetë i parë djalë, tjerë tjetë çfarë don, s'ka problem. Dhe ishte shumë i lumtur. Pastaj nuk kam pasur probleme gjatë shtatzanisë. Sa zgjati shtatzania? Sa javë? 41. Pra ishe gati në limite. Po, do me thënë limiti kishte kaluar edhe doja vetë që ta bëja në mënyrë natyrale dhe thash unë do pres, derisa nëse nuk kam do një shqetësim. Pastaj në atë javën e 41 fillova të kisha disa discharge sekrecione në ngjyrë jeshile të errët, edhe lexova në internet që ishte mekonium, do me thënë që bebi kishte bërë kakën në bark. Po, dhe kjo ndodh nga stresi që mund të ketë bebi, ose është dhe më e zakonshme kur kalon java 40, që fëmia është gati të dalë dhe organizmi i tyre është më i gatshëm që ta kryejë procesin e shqipjes. Pra shpërmuar plotësisht. Dhe çfarë ndodhi pastaj? Në atë moment të njoftova spitalin, e bën kontrollin dhe konfirmuam që ishte mekonium, edhe thanë që do të mbajmë në spital, do të lejmë një dhomë, po do presësh ta, sepse jemi shumë të zënë. Jemi shumë të zënë? Nuk veremi dot me ty. Okej, thash, po nuk është problem. Jo, tha do të mbajmë në kontroll edhe do japim ca kokra. Dhe kjo vazhdoi 2 ditë. Kokrat që më jepnin më stimulonin kontraktime dhe isha, domethënë, gjithkohës me kontraktime. Si një vajzë 23 vjeçe, pas një informacion, doja që ishte normale. Përveç pjesës që më thoni nuk kemi kohë të merremi me ty. Dhe po, si nuk keni kohë, duhet ta gjeni, po femra tjera që vinë, thonin që janë prioritet, sepse quhenin emergjente, për shembull, mund vinin në grada më të vona se sa isha unë, dhe unë mund të prisja, sipas tyre. Po ndërkohë isha në atë situatë, në atë gjendje, le të themi për bebin. Më vonë, pas ndoshta 1 ose 2 vite pas lindjes, hasi një informacion online që lexoj që është shumë e rrezikshme sepse fëmia intoksikohet në atë rast, sepse mekoniumi është toksik për fëmijën. Edhe unë nuk e di se sa kohë para mund të ketë filluar, as mjekët normalisht nuk e din, edhe jo të më linin 2 ditë pastaj në spital në të njëjtën gjendje, ajo si rregull ishte rast urgjent për C-section. Duhet kaloj direkt në rrugë kirurgjikale, po për e cila nuk ndodhi. Pas 2 ditësh më bën stimuluesin, i cili ishte
shumë i të mërshëm, dhe më thënë që dhimbjet e stimuluesit janë të pakrahasueshme me dhimbjet normale. Pra shumë të forta? Shumë të forta, po. Kërkova epiduralin, e bëra, i cili nuk më mbajti, edhe ajo besoj që ka qenë problematika e mënyrës së injeksionit, sepse im shoq, do më thënë më vonë, më tha që kishte qenë një student mjekësor i cili po bënte praktikën i survejuar nga një profesionist edhe futi 2-3 herë derisa i gjeti vendin, ndoshta s'ka qenë edhe vendi i duhur tamam, dhe nuk më mbajti as epidurali. Lindja zgjati shumë, 15 orë ose do të thënë labor, dhimbjet, procesi. Edhe në fund, do me thënë, filluan disa çrregullime të rrahjes së zemrës së bebit. Dhe një moment, jo skuadra, në dhomë kisha vetëm një midwife, mamia dhe mamia ndihmëse, ato ndezin butonin e alarmit dhe dhoma ime mbushet me 20 mjek. Normalisht u friksova, doktori më tha nëse nuk lind për 5 minuta do futesh në operacion. Edhe besoj ishte motivimi i gjithë organizmit tim një shtys adrenaline, besoj, që në ato 5 minuta unë pastaj linda. Bebi kishte qenë shumë i madh, lindi 5 kile, edhe ishte një nga arsyet besoj që nuk po dilte në kohën e duhur. Dhe pastaj normalisht komplikacionet e një bebi të madh që janë pastaj ndërhyrjet dhe qepjet e mëpasme, që nuk ishin fare të rëndësishme në momentin që çdo gjë shkoi mirë në fund. Po bebi lindi pak i nxirr edhe shumë i ngarkuar me sekrecione, që mendoj se janë nga gjitha ajo procesi i pritjes dhe ngarkesa me lëngjet e papastra që bebi ka konsumuar. Dhe si ishte kthimi, le të themi, në shtëpi me bebin, ose sa qëndrove në spital? Në spital kam qëndruar ndoshta edhe 2 ditë më pas, nga që ishte bebi i madh të bënin kontrole ekstra, se kanë ato regulatoret që ndoshta ka diabet apo diçka, sepse është masa më madhe se sa mesatarja që ato kanë. Por që s'ishte asnjë gjë e tillë, thjesht jemi të dy prindër shumë të gjatë. Edhe bebi ishte normalisht më për masa pak më të mëdhaja. Në shtëpi nuk është se nuk e di, mendoj që ishte pak si në ajër. Thjesht you go with the flow, do me thënë vazhdon ndjekën, atë kujdesin që të fillon direkt instikti mëmësisë. Fillove me gjithënjen, po, dhe bebi, ndoshta edhe nga që ishte i madh, vetëm donte të ushqej 24 orë, por nuk e kisha problem, do me thënë ishte kënaqësi. Por që kishte atë ngarkesën gjatë gjithë kohës, ngarkesën e sekrecioneve. E ndjeje ti, e kuptoje që kishte sekrecione? Sepse kishte një lloj zhurme, dhe kërkoja mamis sepse vinë ato kontrollet nga 2 javët pas lindjes, të vinë në shtëpi dhe kontrollojnë. E përmendja që është kështu dhe thonin që është okej, nuk ka problem. Një moment, kur po pinte gjitë, çuni bëhet nxjiet, sepse nuk merrte frym, nuk e kishte frymarrjen e pastër. Sërish mora ato emergjencën telefon, po asnjë gjë. Domethënë nuk e di, ato për çdo gjë thonë është normale, deri në momentin që ti merr frym, je okej. E di. Qofse ke probleme me frymarrjen, të marrin seriozisht. S'kishte asnjë lloj, në fakt, asnjë lloj kujdesi ekstra në këtë rast. Ne kuptoj. Po ndërkohë, ditët kalonin, ti kuptoj që ishte okej, apo kishte diçka që nuk shkonte me të, përveç kësaj pjesës le të themi sekrecioneve, çfarë bëre për ta ndihmuar ti që kjo situatë ndryshonte? Nuk bëja asnjë gjë sepse nuk më thonin. Edhe këto
në në aerosolet në Shqipëri, për shembull, atje as nuk i përmend njeri dhe unë nuk i dija sepse si kisha përdorur ndonjëherë, nuk t'i sugjeron askush, edhe s'kam bërë asnjë gjë. E lash ashtu dhe mendoj që pas ndoshta kur ishte 2 muaj çuni, kishte ngarkesa u shtua, unë shkova në spital edhe thanë që ka bronkiolit, sepse normalisht kishte kaluar në rrugët e frymarrjes. Por sërish, nuk do i bëjmë asnjë gjë, se është shumë i vogël edhe s'mund të marrë medikament. Nuk mund të marrë asnjë lloj gjëje. Por ajo që të shqetësonte ty më tepër ishte edhe pjesa që djali nuk flinte, kishte një problem me gjumin, po. Po, në fillim ishte sepse ushqej shumë. Po. Thjesht zgjohej çdo orë për të pirë dhe rinte për më shumë se 1 orë duke pirë. Por më vonë filloi pati një ndryshim që filloi të qante më shumë dhe për 2 vite e gjysmë ka qenë e njëjta procedurë. Domethënë sapo e vija në gjumë, ai ngrej duke qarë edhe nuk flinte fare. Domethënë nëse unë nuk do e mbaja në krah, hopa në pozicionin drejt, ai nuk flinte. Kështu që unë për 2 vite e gjysmë kam dej në krevat në këtë pozicion, nuk ulur, nuk kam shtrirë asnjëherë sepse ishte vetëm një mënyrë në të cilën djali mund të flinte gjumë. E kuptoj. Dhe atje thonin që është normale. Në fillim më thonin që të rrie ulur kolika. Kolika, mendoj që kjo normalizimi i kolikave të bebeve është një problem, sepse vetëm mënyra e komunikimit të bebit është të qajnë, të tregojnë që ka një hall. Ndërkohë që mjekët thonë është kolika dhe është normale, po besoj që asnjë beb nëse qanë më shumë se duhet, nuk është normale. Mund të ketë ndoshta shqetësime edhe të barkut, sepse ndoshta organizmi nuk i pranon një lloj qumshi të caktuar, apo edhe diçka pak më serioze, për shembull, që në rastin ton ishte diçka më serioze. Gjatë 2 viteve unë nuk e mora vesh asnjëherë, thjesht vazhdoja nga mjekësia atje, për shembull. Po, nga mjekësia në Angli, jo. Por pas 2 vitesh vim në Shqipëri, pas 2 vitesh unë bëra dhe djalin e dytë. Kur e niste djalin e dytë? Pas 1 viti. Pas 1 viti, kisha me dëshirë që fëmijët të kenë 2 vite diferencë. Mendoja që është një hapësirë e mirë që fëmijët ta kenë në mes dhe të jenë të lidhur kur të rriten, mos të jenë shumë larg njëri tjetrit. Edhe ashtu e bëm, 2 vite diferencë. A pati ti një episod gjatë kohës që ishe shtatësën me djalin e parë për shkak të frymarrjes apo e ke pasur me të dytin? Po, ka qenë në fund të shtatëzanisë me djalin e dytë, gjatë kohës që djali i madh ishte në gjumë, dhe unë për mbaja sërisht ullur, ishte ora 3 ose 4 e mëngjesit, unë të gjoj një lëvizje afër barkut tim, edhe ndjej që nuk është nga brenda, domethënë nuk është bebi që po lëviz, dhe vendos dorën dhe ndjej stomakun e djalit që po mbaja në dorë, që kishte një lëvizje, dhe kur e largoj e shoh që kjo pjesa afër gjoksit futej brenda dhe dilte jashtë me presion. Edhe kisha lexuar pak që është domethënë distresi i frymarrjes. Në atë kohë nuk ishte edhe Instagrami shumë i zhvilluar, nuk ishim shumë informacion ose të kishim video që vizualisht të dinim çfarë po shihnim, thjesht nga leximet nëpër libra ose gjëra që kanë lidhje me bebet më shumë, edhe vendos të shkojnë në urgjencë, ku ishte hera parë që morën seriozisht sepse është rast i rrezikshëm, edhe oksigjeni i djalit kishte rënë 80%, dhe kështu që duhet të shtrohej për të marrë oksigjen me pompa. Edhe 2 ose 3 ditë, nuk e mbaj mend mirë, du të rrinte në spital që derisa të rritej oksigjeni. Po i kërkoja, po i pyesja pse ka ndodhur dhe ja tregoj gjithë historikun që kur ka lind, ky fëmijë ka pas probleme me frymarrjen, nuk flen, qanë dhe të tilla gjëra.
Dhe do të thënë gjatë këtij 2 vjeçari vetmja gjë që kisha arritur të merrja nga mjekët në spital privat ishte një pompë azme që në çdo rast Pra e trajtuar me astëm. Po, në çdo rast kur ai kishte probleme me frymarrjen, do jepnin pompën e azmës që të hapeshin mushkërit. Që ndihmonte përkohësisht normalisht, ata janë steroide, por nuk ishte zgjidhje sepse problemi vazhdonte. Edhe në spital thanë të njëjtën gjë që ky ka astma, kështu që do të thënë është një efekt anësor, rënja oksigjenit, duhet vazhdosh me pompa, ndoshta ti bëjmë rregullisht, jo vetëm kur ka probleme. Kjo ishte zgjidhja që më dhanë. Pastaj pasi linda çunin e dytë, kur ishte 2 muajsh, ne vendosëm të vinin në Shqipëri për të vizituar familjarët, edhe unë i kërkova bashkëshortit që të qëndronim më gjatë, sepse nga pagjumësia që vazhdoja të kisha dhe me djalin e madh dhe pastaj normalisht me një fëmijë të sapo lindur, ishte shumë vështirë ta përballoja vetme në një vend të huaj, sepse unë nuk kam familjar, nuk kemi shumë njerëz andej. Edhe bashkëshorti ishte dakord, kështu që ne qëndruam për gati 1 vit pasi linda çunin e dytë në Shqipëri, po. Kështu që vendosa të provoj disa pediatër të ndryshëm në Shqipëri për të gjetur përsëri çfarë nuk shkon, sepse e dija që ishte një gjë që nuk shkon, që nuk e kemi zgjidhur akoma. Dhe një doktor që vizitoi rreth 2-3 herë, besoj herën e tretë, pasi i tregova historikun? Historikun ja kishim treguar normalisht që në fillim. I ndruam pompën e astmës, por herën e tretë mbaj mend që im shoq i përmend doktorit dhe i thot, ky fëmijë nuk flen, që kur ka lindur s'ka fjetur asnjëherë. I thot, sa e merr gjumi dhe ne e shtrim, ai ngrihet duke qarë me të madhe. Edhe vetëm kjo fjali mjaftoi që doktori thoshte, ky fëmijë ka refluks. Dhe ishte domethënë fjalia magjike që zgjidhi. Rezultoi vërtet apo? Rezultoi vërtet, ne na dërgoi të bënim një eko për të shikuar sasinë e acidit, edhe doktori tha, ty ku ka dritë është acid, dhe gjithë ekoja ishte dritë, domethënë ai ishte i mbushur me acid. Bëm edhe kontrollin e rrugëve të frymarrjes, dhe acidi kishte kaluar në rrugët e frymarrjes, që ishte shkaku i azmës të cilën e kishin quajtur në angli azma, dhe ndërkohë ishte thjesht mbushje me acid nga stomaku. Gjithashtu kishte shkuar deri në fyt, që ngacmonte bajamet edhe shkaktonte irritim, gjë të cilën në Angli ma kanë trajtuar çdo muaj me antibiotik. Çdo muaj me antibiotik? Çdo muaj me antibiotik për ndoshta më shumë se 1 vit. Sepse ai çdo muaj kishte probleme me fytin, skuqje, i ngrihet edhe temperatura pastaj, edhe nuk e kanë gjetë asnjëherë, po më në fund e gjetën. Çfarë të sugjeroi pas këtij momenti? Pastaj doktori sugjeroi një shurup kundër acidit, dhe që natën e parë djali feti gjumë. Nuk u zgjua asnjë moment. Një natë magjike që nuk e harroj. Por në të njëjtën kohë unë ndjeva shumë keq. Unë ndjeva shumë keq, jo për veten, po për një fëmijë i cili që kur lindi nuk fjeti asnjëherë. Është shumë e vështirë. Sepse dija që është neglizhencë, edhe mendoja që duhet kisha bërë diçka më herët. Pavarësisht se u përpoqa. Po ti nuk dije. Ishe vetëm 23 vjeç. Informacionet si kënë pasur aq shumë. E kuptoj shumë mirë si mami këtë gjë. Por nuk dije vetëm atje. Dhe pretendon që mjekësia të përgjigjet, pretendon që atje është më e mirë mjekësia. Patjetër, kjo jo vetëm si prind, ne gjithmonë e lejmë jetën tonë në dorën e mjekut. Ti e di sepse ke një zanat të tillë dhe e kupton shumë mirë. Po, patjetër, po. Pikërisht nga që e lejmë dorën në jetën e dikujt tjetër, është shumë e vështirë dhe prandaj domethënë që pas atij momenti unë u bëra shumë e fiksuar edhe
Vetëm kam bërë kërkime, kam lexuar libra pafund, shikuar dokumentare pafund, që të informohem vetë dhe të bëm vetë avokate e fëmijëve të mi në çfarë do lloj rasti. Edhe e kam bërë pas atij momenti, e kam bërë gjithmonë, sepse më ka ndodhur shumë shpesh që të më japin antibiotikun e gabuar, dozën e gabuar, që është diçka shumë e rrezikshme. Mund të ishte fatale. Që të ndodh sepse fëmijët kanë qenë shumë të vegjël. Edhe fatmirësisht unë për shembull e kam një urinë nga shkolla që kam bërë në farmaci, që marr vesh nga ilaçet, nga dozat dhe gjitha, po prindrit që nuk e kanë informacionin, mund ta besoj që e pësojnë. Për shembull me antibiotikët e bajameve, atje të japin gjithmonë një dozë shumë të vogël për të qenë vetë më të sigurt që mos ta kalojnë dozën ose edhe përtojnë ta bëjnë atë llogaritjen e duhur në bazë të peshës dhe ta japin thjesht atë dozën gjenerale që e kanë të caktuar. Edhe fëmijëve për shembull vazhdoni përsëritet infeksioni i bajameve nga që doza ka qenë shumë e ulët. Edhe kam shumë shoqe që kanë heq bajamet e kalamajve që në moshën 3-4 vjeçare për të evituar ato antibiotikët e vazhdueshëm, ndërkohë që ndoshta një dozë e duhur mund të kishte parandaluar dhe ato ndërhyrjen për shembull. Por ka ndodhur edhe që kanë dhënë më shumë se ç'duhet. Po, një herë më ka ndodhur me gocën. Më kanë dhënë një dozë 2 fish, sepse në vend që të ishte 125 për qëndrimi, ishte 250. Edhe unë pasi shkova në shtëpi, e vura re dhe i mora në telefon më vonë që ta diskutoj sepse është e rrezikshme. Edhe thjesht thanë që kërkoj ndjes sepse spitali ka shumë ngarkesë edhe doktoresha ka qenë shumë e ngarkuar dhe një gabim. Po që nëse një fëmijë 1 vjeç e gjysmë merr një dozë 2 fish për 7 ditë, besoj që është shumë e rrezikshme sesa. Sigurisht që ne folëm dhe prekëm këto mangësi që sistemi atje ka, por mangësit do të vijonin edhe me djalin e dytë? Një tjetër vështirësi edhe me djalin e dytë. Nuk e di pse më kanë qelluar që fiksuar me të gjithë kalamatë. Pas eksperiencës që kishe me djalin e parë, doje të bëje një lindje cesariane të dytën? Jo, e more nuk e mendova. Me frikë? Nuk e mendova, kam dashur gjithmonë të bëj vetëm lindje natyrale. Nuk e mendova asnjëherë në fakt sepse mendoj që deri edhe pas se kam lindur djalin e dytë akoma nuk e kisha mësuar faktin e rrezikshmërisë që kisha me fëmijën e parë. Nuk e kam menduar asnjëherë. Nuk e ke perceptuar tamam si rrezikshmërinë, le të themi. Jo, që nuk e dija që kishte qenë rast për operacion, për rast emergjence nga mekonjumi. E dija që ishte neglizhenca edhe këto dhe thjesht vendosëm me bashkëshortin që do këmbgulim, domethënë nuk do lejojmë të na neglizhojnë, nuk do lejojmë të na thënë më që s'kemi kohë, thjesht na është dashur të ngrejmë zërin. Domethënë, nëse nuk e ngrej zërin atje, nuk të marrin aq seriozisht. Po si shkoi lindja e dytë? Me djalin e dytë shkoi më mirë. Ishte edhe pak më i vogël se sa djali i parë, por edhe aty kishte një ngërç, sepse procesi mos zgjati shumë. Domethënë, kishin shkuar 12 orë labor, edhe isha lodhur shumë, sepse isha domethënë në fazën pa gjumësisë me një fëmijë që vazhdonte ishte goxha i vështirë dhe i sëmur, dhe pas 12 orësh i them që unë nuk bëj dot më, ndjej sikur do mbirit fikët, edhe ju lutem më bëni një epidural ose diçka, sepse unë nuk kam fuqi. Po, që të vazhdoj të shtyp. Po. Thonë, jo, se ti e gati për të lindur, do bëm, you can do it. Gjas me motivonin. Unë, në fakt, mora një dula me lindjen e dytë. Janë ato si tip mamish supportuese, që më ndihmonte të punoja me frymarrjen ose me pozicionet e trupit për ta pasur lindjen më të lehtë, që besoj më ka ndihmuar. Po kisha një ngërç, sepse nuk po lindja, kaluan 12 orë dhe për lindjen e dytë është shumë e gjatë, duhet të jetë
rreth 3-4 orë, për shembull, në përgjithësi. Edhe në momentin që unë filloj kërkoj që ose më bën epidurial, ose fusin në operacion apo diçka, njëra nga mamit thot, unë shikoj një qesk me ujë, edhe do provojmë që ta shpojmë, do shta ndihmon. Momentin që ajo shpon qeskën, unë nuk e shty bebin, bebi del vet. Ti është doli. Presioni, do me thonë, mendoj që ajo ka qenë duke blokuar daljen e bebit edhe presioni i shpimit bëri që të dilte shumë kollaj. Këto ishin ujrat e tua? Ishin ujrat, po. Nuk ishin plasur plotësisht? S'kishin plasur plotësisht. Edhe ajo është një neglizhencë, sepse duhet shikuar që në fillim, edhe duhet ta bësh si gjë për ta ndihmuar një femër që po lind, jo ta lësh të presë 12 orë. Shumë gjatë edhe nuk e di pse nuk e kanë bërë, nuk e kuptoj, thjesht neglizhencë prap, por që ishte thjesht ai ngërç dhe pastaj çdo gjë shkoi mirë. Problemi që hasa pastaj në shtëpi ishte që bebi nuk e merrte xhirin. Do me thënë, nuk thithte fare. Se mendoj që ishte dembel, sepse unë i kontrollova, mos kishin probleme me gjuhën. Po, perën e gjuhës e këto, po. S'kishte asnjë gjë, ai thjesht rrinte dhe priste që t'i dilte qumshti. Dhe fillova të pompoj, që të kishe mundësi të merrte qumshtin e gjirit, dhe për 6 muaj e bëra me pomp, dhe kisha pak shtesa të formulës. Pas 6 muajsh, ishte periudha që isha në Shqipëri dhe filloi qumshti që ralloj. Ajo është pastaj periudha më vështirë që kisha me djalin e dytë. Kur ishte 6 muajsh, pati filloi të smurej, sigur era gripi, me ato sekrecionet, ngarkesën dhe zgjati, sekrecionet zgjatën, e qova për kontrol dhe kishte tip bronkopneumonie. Ngarkes, pra. Po, në rrugët e frymarrjes dhe morëm antibiotik. Antibiotikun ja dhash tamam deri në ditën e 5, duhej 7 ditë. Dhe pas ditës 5, nga që ishe shumë i vogël edhe antibiotiku është një medikament i fortë, nuk doja t'ja jepja shumë, edhe thash, mendoj që 5 ditë do jetë mjaftueshëm, se ky është i vogël dhe besoj organizmi e ka marrë tashmë mjaftueshëm, edhe ja thash edhe një dozë ditën e 6 dhe e ndërpreva. Por ndërkohë, mendon që është gabim një veprim i tillë? Mendoj që është gabim, mendoj që doza antibiotiku duhet të jepet e plot, edhe si dozë edhe në ditët e plota 7 deri në 10 ditë. 7 ditë është minimalja, besoj që më pak nuk e bën efektin mjaftueshëm dhe si në rastin tim pas 2 javësh infeksioni u kthye. Dhe u rikthye shumë më i fortë. Filloi sërish temperatura pas 2 javësh, edhe e kuptova direkt që bëra gabim. E dija që ishte nga që ndërpreva kurën. Dhe po ishte shumë e fortë, temperatura nuk binte. Shkoi 40 dhe me paracetamol ose ibuprofen shkonte vetëm 38 dhe pas një gjysmëore ngrihej sërish. Pas 2 ditësh ndoshta filloi të mbushej në trup me njolla të kuqe, që mjekët që vizituan mendonin mos është nga temperatura lartë. Pediatri që kisha deri në atë kohë ishte larguar nga Shqipëria edhe provova 2-3 doktor tjerë dhe gjithë thonë mendojnë që është virozë, në fakt ishte kohë virozash, po në rastin e tij nuk ishte virozë, sepse mendoj që me virozë temperatura nuk është aq agresive. Dhe unë shikoja disa gjëra shumë të vogla nga që u bëra fiksuar. Shikoja për shembull buzët që u bënin më të skuqura se sa një gjendje normale dhe i bëja foto, video. Shikoj tek syt, tek pjesa e bardhë e syve që sikur u bë më roz, shikoja ca damar që nëse nuk i shikoje me shumë vëmendje dhe nuk dukeshin. Po prap i bëja foto dhe video. Edhe ja dërgoj, unë kam djalin hallës që është mjek, edhe ja dërgoj atij, ai shkon te pediatria me shumë mjek të ndryshëm, të gjithë thonin është virozë. Pas 5 ditësh ndoshta
5 ditë me një temperaturë aq lartë për një fëmijë 6 muaj është shumë e rëndë. Dhe besoj që asnjë mjek nuk duhet të thojë është normale, sepse nuk besoj që është normale. Shkova pastaj në spital privat, bëja analiza dhe thanë do e kontrollojmë për fruthin, nga që mund të ishin simptomat e ngjashme sepse kishte ato skuqjet, edhe nga analiza doli që nuk e kishte. Negativ. E thonë dhe aty mendojmë që është viroz. Dhe kthehemi në shtëpi. Edhe unë vazhdoj të mendoj që nuk është viroz. Nuk besoja që është viroz edhe normalisht është instikti i nënës, po edhe me një uri të përgjithshme mendojnë që është diçka më serioze, kështu që shkoj në një spital tjetër. Edhe i them që kështu ka qenë, bëm këto analiza, po nuk dua ta gjej çfarë ka djali. Edhe një doktoresh që ishte doktoresha atë ditë në spital. Cila doktoresh ka qenë? Si ka emrin doktoresha? Doktoresh Gjina. Gjina ka qenë atë ditë. Po. Ajo vjen dhe shikon djalin, e prek, kështu, po, dhe del nga dhoma. Okej. Dhe pas pak minutash vjen një infermiere që thotë du t'i bëjmë ca analiza. Them, çfarë analizash? Domethënë, çfarë tha doktoresha se iku, nuk tha asnjë gjë, edhe po shqetësohem se nuk është situatë normale, domethënë. Unë thot nuk e di, thjesht më dërguan të marr analizat. Dhe unë nuk mund të marrësh asnjë analizë pa më treguar se çfarë dyshohet apo çfarë pau doktoresha, pse iku. Edhe, okej, thot, shkon të thret doktoreshën që vjet pas pak kohësh, sepse po bënte vizitat e tjera. Edhe thot që analizat duan sepse djali ka Kawasaki. U shtanga sepse ishte një gjë që se kisha dëgjuar asnjëherë. Dhe direkt hap telefonin në Google e shoh. Jo, i them s'ka mundësi. U shokova sepse thoshte aty Kawasaki është një sëmundje shumë e rrallë, shumë e rrezikshme për jetën dhe mund të jetë dhe fatale nëse nuk kurohet në kohë. Ajo thot, shiko, thot, unë kam kaq vite eksperiencë edhe ca raste që kanë qenë në Shqipëri me Kawasaki, unë i kam gjetur, edhe unë e di çfarë po flas, kështu që duhet bëjnë analizat sa më shpejt. Fakti që ajo e gjeti normalisht është shumë gjë e madhe, eksperienca e saj, patjetër profesionalizmi i saj për t'u vlerësuar, por mënyra e të thënit i dy prindërve të ri relativisht, dhe sidomos për një gjë që është goxha e rëndë, ishte pak jo e duhur. Unë sado që nuk doja ta pranoja, sepse ishte shumë e rëndë, sidomos edhe duke pasur parasysh moshën e bebit. Shikoja simptomat në telefon dhe më lidheshin të gjitha me ato simptomat të cilave unë kisha bërë foto. Skuqja e syris, skuqja e gojës, skuqja e shenjave nëpër trup. Edhe në ditët që ne ishim në spital, djalit filluan edhe të i rripeshin gishtat e dorës, që është prap një simptom e Kawasakit. I bëjmë analizat edhe del që kishte filluar rritja e trombociteve, të cilat janë qelizat që bëjnë trashjen e gjakut. Dhe kjo është problemi me Kawasakin, sepse gjaku trashet deri në atë pikë që bllokohet qarkullimi i gjakut, dëmtohet zemra dhe mund të jetë fatale nëse nuk kurohet në kohë. Kështu që duhet marr mjekimi. Analizat u bën, dolën nivelet e larta dhe doktoresha thotë që nuk janë të larta në maksimum, por që janë, domethënë, në rritje sipër që e vërteton më shumë. Po prap 100% nuk e them dot sepse nuk kanë shkuar në nivelin e maksimumit për ta diagnostikuar. Dhe prap nuk doja ta pranoja, thash, okay, unë do pres. Ndoshta nuk i rriten më. Shpresoja mos ta kishte, edhe pse prap e dija që e kishte nga që gjitha simptomat ishin. E tregonin këtë. Kështu që pritëm edhe një ditë ose diçka në spital dhe vazhduan të rriteshin përsëri dhe vendosëm të marrim mjekimin
që është një infuzion specifik për të pastruar gjakun dhe për të vendosur imunoglobulinat, për të punuar me imunitetin e fëmijës. Dhe filloi të përmirësohej, patjetër. Momentet e marrjes analizave ishin shumë të vështira, sepse ishte shumë i vogël edhe nga lodhja pastaj kishte filluar dhe venat ishte shumë vështirë të gjeheshin. Pastaj në ditët e më vona që kishte filluar të trashej gjaku edhe nuk dilte dhe ishte një moment që gjaku i doli me copa, i doli si në formë kosi, që ishte shumë traumatike. Por u mor mjekimi dhe filloi përmirësimi. Në spital ka qëndruar rreth 1 javë. Ky infuzioni do i marr 3 ditë. Në të njëjtën kohë bënim edhe trajtimin e infeksionit të mushkërive, sepse ishte sërish ai infeksioni që ishte kthyer, po, dhe kishim trajtimin me aerosol, me medikamente dhe antibiotikun me infuzion. A mendove një moment po të ishe në Angli? Po, me ka menduar gjithmonë që ndoshta s'do e kishin gjetë asnjëherë, sepse edhe këtu u deshën 5-6, pas 5-6 mjekësh ta gjenim, ndërsa atje s'do kisha kurrë mundësinë të bëja kaq shumë kontrolle edhe të kishe le themi shkëmbim mendimesh mes le themi. Po, besoj që do kishte qenë shumë më vështirë dhe ndoshta s'do e kishim zbuluar në kohë, ndoshta nuk do ishte smur fare, po të isha atje nuk e di. Po, këto janë mundësitë që janë. Besoj që në rastin që u smur, këtu ishte më sigurt për të marrë mjekimin në dur në kohën e duhur. Dhe pastaj si ka vijuar rikuperimi i tij? Pastaj rikuperimi ishte okay, po. Bëm vazhdimisht kontrollet e zemrës, duheshin bërë çdo muaj dhe ishte me mjekim me aspirin për 6 muaj më pas për të mbajtur hollimin e gjakut. Dhe zemra ishte okay. A kanë thënë doktorët që në të ardhmen, pra le të themi duhet ta kesh në kontroll për të parë vjushmërinë e tij, shëndetin e tij? A e kanë sugjeruar si alternativë apo? Duhet kontrolluar zemra një herë në 3 vite, 5 vite, domethënë çdo herë e më rrallë. Okej. Se në momentin që nuk e jep efektin, e me një herëshëm, dëmtim, domethënë më vonë është shumë më pak e mundshme që të ndodhi. Por që besoj ka ndikuar në shëndet të përgjithshëm, sepse djali është më sensitiv, është më i ndjeshëm, dhe një grip që më i dobët me virozave, le të themi. Ai është më është i pari që e sjell në shtëpi, besoj. Përveç asaj, domethënë është lodhet shumë më shumë. E përballon më pak se sa në gjendje normale. Ka dhimbje kockash, që është një nga efektet anësore që të lë Kawasaki. Dhe po, përderisa nuk ishim dëmtime serioze, besoj që ishim me fat. Ishim me fat. Dhe goca, kur do vinte më pas? Goca e cila në fakt doktori tha në kontrollin e ditë e parë, është çunë, e ka marrë fund. Po. Goca erdhi në mënyrë të papritur. Gjatë kësaj kohe që unë isha në spital me djalin e dytë, ndjeja lodhje, ndjeja të përzira, nuk isha mirë dhe normalisht mendoja që është nga situata në cilën ndodhesha. Edhe pasi dolëm nga spitali, ndoshta 2 javë apo diçka e tillë, në një bisedë me kunatën, ndodhi që ajo më përmend, po më tregonte historinë e një shoqes të saj, e cila kishte kunatën shtatzan. Edhe nuk e di pse më goditi. Më goditi dhe mendova mos jam edhe unë shtatzan. Thjesht një ndjesi, domethënë e çuditshme. Edhe i kërkoj bashkëshortit marrim një test edhe ai për kë do tha, sepse ishte vetëm 6 muaj djali. Dhe testi doli pozitiv. Dhe nuk e prita mirë. Në të gjitha situatë që isha, me një lodhje shumë të madhe,
mendoja që nuk do të mund ta përballoja në asnjë mënyrë një fëmijë të tretë. Edhe fillova të qaja. Normale. Si do ja bëj? Po. Normalisht asnjë lloj opsioni nuk shkonte në mendje për ta për mos ta vazhduash të xanin apo diçka e tillë nuk e mendoj asnjëherë, por që thjesht e mendoja që do jetë shumë e vështirë. Gjithsesi është një bekim dhe sërish pas situatës që isha, prap e mendova që është një bekim. Domethënë fëmijët janë bekim sido që tjetë dhe mjafton mos të ndodhin asnjëherë një gjë e keqe, po kur vinë janë të mirë pritur. Pastaj bëra kontrollet me gocën dhe në muajin e tretë, siç ndodh që jemi kurioz të gjejmë gjinin, doktoresha thotë që është çun. Dhe aty qava prap. Qa të bëjë me 3 çuna? Se mirë që fëmijët janë të vështirë, po çunat njerëz që janë edhe pak më të vështirë se gocat. Ndërkohë që bashorti gëzohej shumë nga ana tjetër. Hajde dhe i çon. Po. Por ndodh një gjë shumë interesante, sapo dal nga spitali, ulem në kafe. Edhe sapo ulem në tavolinë, nga qielli më vjen një tullumbac roz dhe më vjen mu në prerë. Të ulet në prerë. Po. Edhe i them burrit është gocë. A? Është gocë, i them, në di që është gocë. Shikon dhe tullumbacin ma solli zoti. Qa thuthet, ne pam aty me sy tonë. Ishte çun. Ishte çun. I them, mirë se do e shohim. Po e ti kishe ndjesin që ishte Po, vajzë. kishe nuk e di pse isha shumë e bindur që është gocë dhe pse e pa në fakt, sepse ne eko duke, ndoshta kordoni, po duke që ishte çun. Dhe pas 2 ditësh unë bëj një vizit tjetër që del gocë. Dhe marr burrin direkt i them të thash që është gocë. Ç'a thua se bëj se besonte dot. Po në atë moment kisha dëshirë të ishte gocë, që thash më përpara nuk kisha asnjëherë këtë prishmërinë në gjinis, po pas 2 çunave tha ta kem një gocë. Me qenë se po e bëj edhe një të paktën të jetë gocë. Dhe doli gocë. Ka qenë shtatzani e mirë pastaj? Me gocën po, ishte më lehtë shtatzania. Por lindja sërish, do të Për lindja sërish, siç ndodh në Angli përsëri, neglizhenca. Në fund të shtatzanisë fillova të kisha ca probleme sepse nuk e ndjeja gocën të lëvizte mjaftueshëm. Edhe reduktimi i lëvizjeve të bebit në muajin e fundit është gjithmonë një shkak për tu shqetësuar dhe ta thonë në çdo vizitë. Dhe ndërkohë që unë shkoj në spital me këtë shqetësim, dhe thonë, s'ka problem. Ajo i rrah zemra, tha. Thash fal, ne duhet të presim kur mos t'i rrahe më, se s'po kuptoj. Jo, tha, s'ka problem, tha, ja ti në ditët e fundit, sot, nesër, do lindësh, shu. Dhe unë i them që mendoj që është një gjë që nuk shkon, i them, edhe pozicioni goca ishte me anglisht i thonë back to back, do më thonë që ishte me kokë poshtë, por në krahun e kundërt, edhe ishte pak skiç. Që edhe këto unë i pash në një vizit në eko private, sepse në javë të fundit atje nuk të bën, ekoja fundit që të bën është 20 javë, që jenë gjysë të shtatzanisë. Nuk të bëjnë me eko? Jo, atje janë vetëm 2 eko, 12 dhe 20 javë. S'ka më kontrole. E të mërshme, nuk e di. Dhe i thash dhe pozicioni që nuk është okej, është pak rrezikshëm sepse nuk mund të dali, thash unë nuk du të përdor ato pincat e gjërat që përdoren nuk shumë. Plus që thash që nuk po lëviz mjaftueshëm dhe mendoj që du të bëm operacion për qenë më të sigurt. Edhe pse unë i kisha bërë 2 lindje natyrale, thash unë jam shumë pro për lindje natyrale, por mendoj që ka diçka që nuk shkon. Jo, tha, prap nuk bën asnjë eko. Ta refuzoi operacionin? Po. Nuk bën asnjë eko, thjesht atë dëgjimin e rrahjes në zemrës, edhe tha që nuk shohim asnjë arsye mjekësore të fortë që ti të bësh operacion, nuk lejohet, tha. Dhe unë e besova që nuk lejohet, por në fakt nuk është ashtu, sepse edhe atje ti ke të drejtën, por që duhet të këmbgulësh.
por ta shesin në këtë mënyrë që të bën të besosh që nuk ke të drejta bësh zgjedhjen, por nuk e patë një arsye. Dhe edhe pse u përpoqja të këmbgulja, prap nuk e pranuan dhe më dërguan në shtëpi. Pas 2 ditësh filluan dhimbjet e lindjes, ndërkohë në shtëpi bëra ca procedurat e mia me stimulimin me anë të pikave të presionit që shtypen me kiropraktikën, sepse kisha një tip fizioterapie është që stimulonte fillimin e dhimbjeve. Kontraksionet. Po, dhe pas 2 ditësh filluan kontraksionet e shkuam në spital. Filloi mirë procesi dhe futën në dhomën e lindjes, ndërkohë që pas ndoshta rreth 2-3 orësh fillon një hemorragji e brendshme dhe sërish më mbushet dhoma me mjek dhe thonë që do futesh në urgjencë, në operacion. Isha në një gjendje si gjysëm e kthjellët, normalisht dhe nuk dija çfarë po ndodhte, them s'ka problem, thjesht të lind. Nuk mendoja fare asnjë lloj gjëje. Më çun në sallë të operacionit, më shtrin, pastrojnë, bën gjitha procedurat, vendosin vigonat, çka kanë ato, dhe më japin një gjë për të pirë, dhe sapo më dha atë ilaçin që ishte që e piva, më thot ai doktori që tani do të vejmë në gjumë. Edhe në sekondin e fundit që ai më thot do të vejmë në gjumë, i them jo, unë duhet të shty. Edhe në sallën e operacionit unë shtyj edhe linda vetë. Linda vetë edhe... Sepse në fakt bebi ishte në kanalet e lindjes. Po, bebi kishte hyrë në kanal, sepse ndryshe nuk të fuse në dhomë lindjet atje. Ishte në kanal, po kishte filluar hemorragjia. Në fakt është një gjë që unë harrova ta përmend, që me djalin e parë. Unë kur linda kisha quhet placenta abruption, do me thënë coptim i placentës, që ndodh që para procesit të lindjes. Dhe placenta delet coptuar. Dhe me lindjen e parë ka qenë një problem që gjatë lindjes nuk e kanë pastruar? Jo, nuk e kanë gjetur si problem. Vetëm pasi linda që doli, placenta thanë që ke pasur placenta abruption. Me djalin e dytë nuk më ka ndodhur, por me gocën po. Edhe placenta abruption është shumë rrezikshme, sidomos kur ndodh, siç më ndodhi mua, që ka ndodhur më herët, sepse në momentin që ndodh shkëputja placentës, bebit ndërpritet çdo lloj funksionimi me oksigjen dhe ushqim. Dhe ndërkohë nëse ai rri për orë të tëra në lindje, sigurisht mund të jetë fatale. Patjetër. Dhe unë linda në sekond fundit vetë, çdo gjë shkoi mirë pastaj përveç normalisht humbjes të një sasie të madhe të gjakut. A kishte një rrezik nëse do të hyje në operacion? Nuk më tha asnjëherë atje, por sërish pasi erdha në Shqipëri, sepse gjithmonë ne vim në Shqipëri dhe bëjmë rikontrolle për të siguruar që çdo gjë ishte mirë. Dhe kur shkova tek doktoresha, që edhe këtu shkoj tek e njëjta ginekologe gjithmonë, më tha që kjo që të ka ndodhur është shumë e rrezikshme, tha. Domethënë në momentin që futesh në operacion në një moment të tillë kur bebi është kanalje me hemorragji, ke shkputje placente, është 50 me 50. Dhe bëj kujdes, tha. Për lindje tjera, po s'besoj që do lindesh më dhe pasi të kalosh një gjë të tillë dhe ke 3 kalamaj dhe tham ti e mbyllë me këtë mohabet. Jo, thash unë se kam plan të bëj më. Nuk e kisha në fakt, se kisha në plan të bëja më fëmijë. Me kaq jam shumë mirë, gocën e kam, dy çuna e kam, e krym. Po. Dhe me atë rast po vej dhe një spirale. Për të qenë të sigurt nga çdo incident i mundshëm, apo jo? Në spirale në fakt është historia interesante për shembull, sepse pas djalit dytë, un kam humbur 4 takime për të vendosur spirale. Sepse çdo herë ndodhte një gjë që ishte sëmur fëmia, më doli një gjë tjetër, një herë humba sepse më kishte ndryshuar ora e dorës,
Kishe ngecur edhe unë Shkoj shikoj me vonesë. orën që shkoj me vonesë dhe humb takimin, edhe kam humbur 4 takime për të vendosur spiralen dhe erdhi goca. Ka qenë shkruar, Ka qenë shkruar, patjetër, gjithmonë. Por pas gocës nuk e humba atë takimin e Pas spiralës. gocës, jo, u sigurova që do shkoj, bilet 1 orë më herët. E vure. E vendosëm spiralen dhe për 3 vite isha okay. Ishit pushim. Po, nga fëmijët. Vazhdon procesi me kalamajt, me vështirësitë e veta, sepse Në rritjen, sepse të vegjël. të vegjël të 3, koha Covidit, ishim të izoluar me 3 fëmijë në shtëpi, ishte pak e vështirë. Ma mërë më. Por, pastaj, pas 3 vitesh ndodh që ngela shtatzan me spirale. Spirale. Po. Unë mbaja mend nga goca më duket, që 6 nis, vaj kur skuqej më bënte për të vjell. Okay. Dhe më ndodhe njëjta gjë. Po skuqja diçka, edhe më vjen për të vjell nga vaji. Po vetmja herë që më kishte ndodhur ishte kur isha shtatzan. Dhe ajo shej bëre të mendoj mos jam shtatzan. Dhe bëj testin që del pozitiv. Direkt pozitiv. Edhe prap nuk e përjetova mirë, sepse është e pap. Si shëgati, Kur janë të papilifikuar, normalisht është një farë tronditje. Ka një shok. Po. Po me spiralin që bën atë kohë, do ishe apo jo? Jo. Në momentin që ngel shtatzan me spirale, nuk bëhet dot asnjë lloj lëvizje, është pak e rrezikshme sepse spiralja mund të çaj placentën, mitrën, kështu, po që nuk mund bësh asnjë gjë. Nuk ka asnjë ndërhyrje. Që shpreson mos të ndodhi gjë. Bëj një eko në privat sërish, edhe zbulojmë që shtatzania është mitre, sepse spiralja ka këtë efekt ansor që mund të ndodhi që embrioni ngec në tub, sepse ajo pengon atë lëvizjen e lirshme dhe kishte ngecur në tub. Kështu që duhej hequr sepse normalisht është në vend të rrezikshëm edhe nuk mund të bësh asnjë gjë përveç se ta heqësh. Më dhanë 2 opsione që mund të bëj me injeksion ose me operacion. Thanë që injeksioni është i rrezikshëm sepse mund të japë hemorragji të brendshme sërish. Dhe më kollaj dhe më sigurt është ndërhyrja. Ndërhyrja do të ishte me heqjen e njërit. Tubave? Po. Zgjodha të bëj ndërhyrjen si gjë më të sigurt dhe hoqëm tubin bashkë me bebin. Sepse ishte beb sërish edhe pse ai po rritej një beb i shëndetshëm, por në vendin e gabuar. Si e përjetove ti atë? Nuk e përjetova mirë. Sado që normalisht isha e fortë edhe mendoja ti thoja vetes që un kam 3 fëmijë edhe kështu ishte e shkruar, po sërish në gjësi shumë e rëndë. Është shumë e rëndë dhe pastaj atje e bënin edhe një procedurë çuditshme që do firmosësh vdekjen e fëmijës, letra ishte për vdekje, edhe ku do e varrosësh, a do e marrësh në shtëpi, do i bësh varrim apo do na e lësh ne këtu. Fëmija ishte sa javësh në atë kohë? 6 javësh. Okej. Kështu procedohet atje. Ndiqet si vdekje. Nuk dija që të bëja. Nuk doja ta bëja më të rëndë se ishte, edhe thash që nuk do e bëj një që të tillë, shumë e rëndë. Filloj më zuri më shumë, domethënë nga mënyra se si e trajtuan atje. Dhe zgjodha që ta lëj në spital dhe të procedojnë normalisht ata. Mënyrat si bën spitali, po nuk ishte e lehtë, domethënë, dhe pas asaj kohe unë psikologjikisht më rëndonte, edhe fëmijët e kishin marrë vesh që në fillim që isha shtatzan dhe ishin shumë të lumtur dhe i gjetën edhe një emër bebit e mendonin që është
djalë, goca donte motër, po mendonin që është djalë, i gjetëm emër, ne krijuam gjithë ato se 6 javë nuk janë pak, është një muaj që ti e beson si gjë. Dhe pastaj kur u ktheva i thash kishte gjë gabim, s'ka qenë bebi aty, kemi menduar gabim, ishte një kështu problem me stomakun edhe nuk ka qenë beb. Doktori tha mund ta provosh pas 3 muajsh, pas ndërhyrjes edhe ndodhi. Me njerë? Direkt, po. Do me thënë, unë në janar të 2024-s kam bërë abortin dhe në janar të 2025-s kam lindur bebin tjetër. Dhe si ishte ai momenti ku morë vesh, ishe shtatzan, sërish? Po, shumë e lumtur. Qatë, djara po gocë? Doja gocë pastaj. Thash, me që po bëj prap, paktën ti bëj 2 me 2. Po kësaj herë e shmangë lindje naturale që në fillim, apo? Kësaj herë, po, vendosa që në fillim që nuk do rrezikoj, sepse me gocën ishte shumë e rrezikshme. Dhe e vura re që për çdo lindje vështirësohej më tepër. Po, bëhej më rrezikshme për mua dhe thash të bëj operacion për të qenë më të sigurt. Shtazania shkoi mirë në përgjithësi, por kishe edhe aty disa probleme gjëra. Në fund të shtazanisë nuk ndihesha mirë, isha goxha keq. Domethënë mezi ngrihesha, kisha marrje mendsh, kisha lodhje po ekstreme. Edhe ja shpjegoja mjekëve që thonin është normale, sepse ti je në muajin e fundit të shtatzanisë, normal që do lodhesh. Thonë unë e kam të 4, ti nuk e kam parën, kështu që nuk është normale si ndjesi. Jo, nuk e pranonin, është normale. Dhe unë prapë si njeri që jam shumë e fiksuar dhe bëj foto për çdo gjë, kisha një foto që brenda 2 ditësh madhësia e barkut tim dyfishohet. Unë e vere që u zmadhua, po e bëj foto normalisht, edhe shikoj edhe në foto shumë qartë që nga një bark normal u dyfishua. Edhe unë lexoj që qa do me thonë kur bëhet kjo, ndodh kjo gjë dhe gjëja më zakonshme ishte një shtim i ujrave. Okej, pse shtojnë ujrat? Mund t'jetë ose diabet ose një tension i lartë. Tensioni mund dilte më shumë i ullët se sa i lartë. Okej, mund t'jetë diabeti. Jo, s'ka mundësi sepse, thot doktorin, sepse unë javën 28 kisha bërë kontrolin e glukozës, sepse që nga djali i parë që ishte i madh, mua ma bënin pastaj vazhdimisht. Ty t'ka dalë normal. Okej, nga dalë normal, po mund të ndryshoj. Nuk mund të shfaqet në shtatzani të vonë, po mundet, po nuk do bëjmë asnjë gjë. Dhe unë zgjedh një spital tjetër, që më rekomandua nga një shoqe që janë më të kujdesshëm dhe merren me raste më komplikacione. Edhe aty që në momentin që shpjegova si historik, më tha direkt që po unë mund të diagnostikoj me diabet shtatzanie, po që duhet ta verifikojmë në një mënyrë dhe më dha një aparatur për ta matur në shtëpi 5 herë në ditë, ku sa çdo herë që ushqesha pas 1 ore duhet ta matja dhe më dilte një nivel më i lartë i sheqerit. Çdo herë që haja, që nuk ishte ekstrem, po që ishte për ta diagnostikuar si diabet shtatzanie. Dhe përderisa si ishte aq i lartë, unë mund ta menaxhoja me anë të ushqimit. Mos haja sheqerin nga karbohidrate dhe e mbaja brenda normalës. Po që u paktën e gjeta përgjigjen, sepse në momentin që unë isha aq keq dhe më thonin që është normale, nuk është okej. Edhe prap në momentin që ti ke diabet, duhet bësh kontrolle ekstra pas lindjes edhe për bebin, sepse mund të dalë edhe bebi del me sheqer të ulët, edhe në momentin që një fëmijë bebi sapo lindur ka sheqerin e ulët, edhe ajo është rrezik i lartë. Kështu që pas lindjes i bëm gjitha matjet dhe ishte okej. Edhe operacioni shkoi shumë mirë dhe në krahasim me lindjet e mia natyrale. Ishte kërkesë jotja që do bëhet operacione, morën
e morën të mirëqen pastaj apo thjesht? Jo, thjesht unë kam gula dhe i thash nuk e diskutoj fare. Nuk më intereson ç'a thoni më, kështu që nuk keni zgjidhje. Do jetë operacion. Dhe prapë më merrin telefon, bëni një lloj presioni që shiko se ti mund të vdesësh në operacion. E diti që operacioni ka rrezik vdekje? Thash po, edhe lindja natyrale ka rrezik vdekje. Ç'a ndryshimi ka? Mund të humbë shumë gjak, thash unë kam humbë 2 litra me shtatzanin e dytë, thash mund të humbë shumë, s'ka asnjë ndryshim. Dhe deri në fund, këm gula jote? Këm gula, po. Për që shkonte në një? Edhe në fund, para se ta bënim këtë diagnostikimin me diabet, unë natën e vitit 3 shkoj në spital sepse nuk isha mirë. Edhe bën një monitorim të vazhdueshëm të bebit ku vën re një 3-4 herë një rënje të rrajeve të zemrës. Dhe gjithë mamit përgjithësi thonin që është okej, sepse bebi lëviz mund ta kapi kordonin, prapë mendonin ta normalizonin. Ndërkohë që aty na qelloi një mjek që tha jo, nuk është okej. Është për të shqetësuar, sepse ka rënë 3-4 herë brenda një ore dhe domethënë që ka diçka që po i bën bebit t'i bien rrajet e zemrës. Unë nuk e di, nuk mund ta di derisa të lindësh. Nuk dua të të fus në operacion, sepse herët isha gati 1 muaj më herët. Por as nuk të them do të shkon në shtëpi sepse çdo gjë është okej. Unë s'mund të rrisësh nata vitit 3, thash unë kam fëmijët në shtëpi, po më presin. Unë nuk ta lejoj të ikësh në shtëpi, nëse ti do të ikësh, duhet të firmosësh. Thash unë okej, do firmos, do vi gjatë natës, nëse di diçka, ose pastaj nesër në mëngjes, dhe lanë që do shkoja nesër në mëngjes. Sërish natën e vitit 3, unë e veja re që sa haja, unë ndihesha keq, dhe ishte pastaj lëvizja diabetit që unë nuk e di akoma. Edhe rrajet e zemrës pastaj kishin ndodhur nga kjo, pastaj ulja rritja e sheqerit që efekton dhe bebin. Dhe vazhduan ato monitorimet atje që më shikonin shtrëmbër, pse vjen ti këtu? Ti okej? Unë doktori më tha që nuk jam okej. Pa jo, tha se ka si gjë. Ajo ndodh, nuk ka problem. Vazhdoni në këtë. Të njëjtën metodik, por që A mendon se këtë sjellje e bënin sepse ti ishe e huaj? Jo, se mendoj sepse shumica mjekëve aty janë të huaj vetë. Mendojnë që ai është një problem sepse shumë mjekë janë edhe pa eksperiencë ose vinë nga vende Shqipëria është vetë një vend i botës tretë, po besoj që vendet të tjera mund të jenë edhe më të prapambetura se ne, sidomos në shkollim. Çfarë shkolle mund të bëjë për shembull një person që vjen nga një vend shumë i prapambetur me shumë mangësi dhe pastaj vjen dhe bëhet mjek, është pak e vështirë ta konceptosh. Kështu që më është dashur të kam ngul gjithmonë për të zgjidhur hallet e mia sepse është e vështirë të. Pra, po thua që është e përgjithshme kjo lloj sjellje atje. Po, sepse mjekët janë përgjithësi të huaj. Por që racizmi normalisht edhe atë e has shumë shpesh. Jo është theksuar, sepse anglezët janë shumë të kujdesshëm në sjellje dhe mundohen mos ta shfaqin. Ka edhe disa që nuk e kanë problem, por që shumica janë të kujdesshëm. Si ja ke vënë emrat e fëmijëve? Ryan, Art, Tuana dhe Kroni. Dhe me diferencë me njëri tjetrin, sa janë? Secili? Dy çunat janë me 2 vite. Pastaj i dyti me tretin me gocën kanë vetëm 15 muaj. Edhe djali është 6 vite me gocën. 6 vite me gocën. E tani më keni vendosur që të qëndroni në Shqipëri? Po. Prej sa kohësh? Verën që kaloi u kthyem në Shqipëri. Kishim ndoshta 3 vite që diskutonim të vinim në Shqipëri
Dhe nuk e di pse e shtynim, sepse nuk e asnjëherë i sigurt kur po vendos për të ardhmen e fëmijëve. Se për vete normalisht mund të vinim të ktheheshim është pa problem, po gjithmonë kishim pas sigurinë që a është mirë për fëmijët apo jo. Dhe deri në këtë moment që menduam që po besoj që është më mirë për të gjithë, jo vetëm për fëmijët, duke qenë se u shtua edhe një fëmijë dhe shumë e vështirë ta menaxhoj, mendoj që ne të gjithë si familje do jemi shumë më të lumtur në vendin tonë. Po. Dhe qoftë edhe prezenca e gjyshërve, njerëzit e nga arsyet afërt. kryesore ishte që fëmijët të rriteshin më shumë me gjyshërit, të shohin më shpesh, të mësojnë më shumë me kulturën e Shqipërisë, të mësojnë më shumë gjuhën, po, dhe të marrin nga të dyja vendet, sepse duke mos ardhur këtu shumë shpesh, besoj që do s'do nuk e marrin. Vendoset të fusen në një sistem britanik sa i përket shkollimit. Në shkollë këtu po. Që të kesh që mundësi. Mos ta ndryshonin, mos të kishin ndryshim aq drastik. Djali i madh është në klasë të 4 dhe mos të kishte ndryshim shumë të madh, paktën të jenë në të njëjtin sistem shkollor, ku bëjnë të njëjtën gjuhë, të njëjtat libra, dhe janë vazhdimsi të asaj që po bënin atje. A je e kënaqur? Po. Deri tani që flasim? Po, në përgjithësi po. Pastaj po të shikoj detaje, normalisht që do gjejmë si prindër gjithmonë dua më shumë për fëmijët tanë. Po besoj që nuk mund të kesh gjithmonë të gjitha. Kam angësi këtu, kam angësi atje, kështu që duhet të kemi një farë balance në çdo gjë, të zgjedhim atë të mesmen e art. Në fakt, kjo të ka ndihmuar ty që të vijosh edhe me biznesin tënd, me klinikën tënde, të cilën ka qenë një nismë që ti e fillove në Britaninë e Madhe. Pra që prej atje nise një, le të themi, hape një klinik sa i përket estetikës. Po. Trego pak për këtë pjesë atje. Unë që në gjimnaz, dhe pse nga farmacia në estetik, pastaj. E kam pasur, domethënë, këtë planifikimin e jetës time, që në gjimnaz që e kam menduar se kur të martohem, kur të bëj fëmijë, kam dashur gjithmonë të bëj fëmijët në të 20-tat, që kur unë t'jem 40, mos t'jem, domethënë, t'jem e re mjaftueshëm për fëmijët e mi. E kam pas gjithmonë këtë dëshirë edhe e kam realizuar. Me fat normalisht. Kështu që mos më thua që e ke manifestuar, je nga ato që e ka manifestuar këtë gjë. Se kam menduar ashtu, që kam pasur dëshirë dhe Zoti e ka sjell. E ka sjell, po. Unë në fillim, domethënë, vendosa që do shkëpute dhe do i përkushtohem fëmijëve. Dhe ashtu bëra deri kur goca ishte 3 vjeçe. Mendova që kur vajza të bëhet 3 vjeçe dhe do filloj ta fus në kopësht apo çerdhe, si quhet, do bëj diçka për veten. Po nuk isha sigurt çfarë të bëja, sepse nga farmacia isha shkëputur edhe se doja më si profesion, domethënë që të rrija në një vend pa bërë asnjë gjë, thjesht shërbej me medikamente, nuk e kisha më dëshirë dhe gjatë viteve me fëmijët edhe u bëra pak si kundër ilaçeve të tepërta dhe kalova pak edhe në anën holistike, duke gjetur opsione më natyrale për fëmijët. Kështu që përdor shumë homeopatin. Në Angli është goxha e përhapur, ndërsa këtu nuk e kam dëgjuar. Ka filluar dhe këtu në fakt, pjesa e homeopatisë edhe me mjekët njëkohësisht. Po e përdor shumë edhe ka qenë shumë efektive dhe ka ndihmuar shumë me fëmijët që të evitoj përdorimin e tepërt të medikamenteve, të ilaçeve. Por ka vend për të dyja, patjetër. Po për punën pastaj të profesionit e mendova për shumë kohë çfarë të bëj, diçka që e kam qejf dhe unë fakt që kur isha në shkollë në farmaci, pasionin dhe atë qefin më të madh e kisha në momentin që ne përgatisnim produkte, kremra,
Dhe kam menduar gjithmonë që do bëj diçka me kozmetikën. Kështu që vendosa të bëj diçka në lidhje me kozmetikën, me produktet e skincare për të trajtuar problematikat e lëkurës edhe trajtime që të ndihmojmë të bëhemi më të bukura. Dhe bëra, fillova të bëja trajnimet. Kisha pak larg, për shembull, sepse ishe në Londër, ne jetojmë jashtë Londre, duhet të shkoja, të vija çdo ditë, fëmijët të fatmirësisht, atë vit arritëm të merrnim ndihmë me një dado që sova nga Shqipëria. E morë nga Shqipëria? Po. Por patjetër me vizë ishte vetëm 6 muaj, kështu që ato 6 muaj i shfrytëzova që të bëja trajnimet në lidhje me estetikën. Edhe çdo ditë shkoja vija pasteria në darkë që studioja, sepse gjitha kanë ato provimet për të marrë certifikatat e gjërat, edhe ja dola, i mbylla gjitha trajnimet dhe fillova të punoja. Te klinika jote? Po. Sepse ti çele klinikën tënde. Bëra klinikën time, po, dhe si e ke quajtur? E kam quajtur Art Skin Clinic. Po ka lidhje me artin apo ka një lidhje tjetër? Po, arti janë 3 shkronja të kalamajve, Arti, Ryan dhe Tuana. Okej. Gjithashtu, e gjeta një emër që të lidhe edhe me botën e estetikës, edhe me diçka që është më rëndësishme për mua, që janë kalamajt. Si po shkonte atje? Atje mirë, atje puna në fakt part-time, sepse nuk shkëputesha dot ashtu nga fëmijët. Momentin që ishin në shkollë, unë rria në punë dhe pastaj shkëputesha dhe i merja nga shkolla, vazhdonim ciklin e procedurave me kurse, me klube, me gjitha gjërat, po, që kanë fëmijët. I bënim të dyja. Po e shijoja të periudhë me një rikthim në punë njëkohësisht, të lejon dhe të merrje frymë. Po, mendoj që shumë e rëndësishme kjo shkëputja, kontakti që kemi njerëz të tjerë, edhe shkëputja psikologjike që ti nuk je duke menduar gjithkohës për fëmijët edhe çdo gjë që ka lidhje me fëmijët dhe ta lejon një shkëputje që të lehtëson. Shumë njerëz për shembull shkojnë në punë e shohin si lodhje, kur ke fëmijë mendoj që kur shkon në punë je pak si lehtësim, po. Dhe atje po shkonte shumë mirë në fakt, derisa erdhëm në Shqipëri dhe e mendova që ta bëj apo mos ta bëj. Mendoja që nuk doja ta bëja sepse djali është shumë i vogël, është bebe. Dhe thash, po të shkëputem pastaj, nuk e di a do filloj dot më, kur do e filloj. Dhe kam menduar ta hap, mos ta hap dhe kështu dhe vendosa, i thash bashortit që nëse unë gjej një vend shumë afër shtëpisë, që me lejon të shkëputem edhe të kem edhe kontakt me djalin e vogël për të njëjtën kohë dhe të jem në punë, do e bëj. Për ndryshe, jo. Edhe gjeta vendin. Qëllove me fat, për ta gjetur. Qëllova me fat edhe e kam, Për sa kohë është tani më? Këtu në nëntor është hapur, është e res edhe ne, sapo jemi kthyer, por që vjen pas 5 vitesh që punova në Angli dhe sjell të njëjtat trajtime që kam bërë andej, të njëjtat produkte që kam përdorur, sepse i kam studiuar për një kohë gjatë produkte që zgjedh të përdor. I zgjedh me shumë merak, me shumë kujdes, si një farmaciste fokusohem shumë në ingredientet e produkteve që të kenë formulimin e duhur, por që të jenë edhe jo toksike. E kam shumë të rëndësishme që produktet të jenë sa më të pastra, por edhe efektive. Njëkohësisht dhe s'ka qenë lehtë të bëj zgjedhje, sepse momentin që janë efektive, për shembull, janë pak të forta dhe kanë ca kimikate që janë të dëmshme kur përdor vazhdimisht. Momentin që janë komplet holistike, me baza bimore, do shumë kohë, janë pak të forta mjaftueshëm për të dhënë efektet e nevojshme. Kështu që
mu desh sa kohë që të gjeja produktet e duara, po, të mesme në art përsëri dhe arrita ta gjeja me disa produkte që vinë nga një mjek me origjinë angleze dhe ai është i fokusuar në luftën kundër kancerit të lëkurës. Pra, si produkt është, ky që ne kemi në studio, e mbiron nga 35 vite me sa duket jetë, le themi që kur është krijuar për herë të parë. Po, janë produktet e Dr. Des Fernandez, të cilin e kam inspirim pikërisht për, siç e thash, për qëllimin, të cilin i ka vënë vetes dhe për formulimin në perfeksion të produkteve. E di çfarë është diçka që ndikon le të themi në ditët e sotme, jam e bindur që ti e di sepse merresh me këtë punë çdo ditë, është ndërhyrja në sistemin hormonal të grave, le të themi, të produkteve dhe kjo sjell edhe vështirësi në të ardhmen, qoftë për një shtatzëni, qoftë për një mbarvajtje të mirë të shtatzanisë njëkohësisht, sepse ne e dimë se sa të rëndësishme janë ato 1000 ditët e para të cilat fillojnë që prej konceptimit, le të themi, të një bebi. Kështu që ndërhyrja e këtyre faktorëve që ka kaq shumë produkte, të cilat ne nuk i shohim aq shumë me kujdes, janë ato që na ndryshojnë rrënjësisht jetesën tonë, apo jo? Ashtu është e vërtetë. Domethënë, produkte kremra që vendosim, nga që janë aq të zakonshme dhe nuk i vëmë rëndësinë e duhur, po është diçka që ne përdorim çdo ditë, normalisht edhe lëkura është organi më i madh që kemi, që përthith çdo gjë që ne vendosim në kontakt, atëherë normalisht që do filloj të ketë një impakt në shëndetin tonë. Në momentin që ne përdorim produkte toksike çdo ditë, do ndikoj patjetër në sistemin hormonal, në sistemin limfatik dhe pastaj në problemet shëndetësore në të ardhmen. Në drejt, këtu ku duke përfshirë dhe pjesën e shtatzanisë dhe të gjitha. Cilat, si pas mendimit tënd, meqense të kemi këtu dhe e shfrytëzojmë nga rasti këtë gjë, cilat janë ato, le të themi, trajtimet e cilat janë të lejueshme gjatë shtatzanisë, gjatë pritjes së? Gjatë shtatzanisë nuk ka shumë gjëra që mund të bëjmë, edhe produktet e Environit, duke qenë se kanë bazë vitaminën A, që është një formë retinoli, nuk lejohen gjatë shtatzanisë, por ka produkte pastaj më të lehta në formë gjeli që janë për një hidratim më të lehtë. Dhe pastaj ne thjesht mund bëjmë trajtime më sipërfaqësore për mirëmbajtje që mos ta lejojmë lëkurën të bëj ato shtresat e qelizave të vdekura, gjatë shtatzanisë të kemi këtë mirëmbajtjen e thjeshtë. Të thjesht, pra dhe produktet që përdorim duhet të bëjmë shumë kujdes sepse shumica nuk janë okay të përdoren në shtatzani. Shumica e produkteve, pra duhet pothuajse nëse ti ke një rutinë me shumë bazike, duhet të jenë gjëra shumë bazike. Edhe mos të ketë shumë shtresëzime, le të themi. Unë kam dëgjuar që gocat bëjnë edhe botox gjatë shtatzanisë dhe kam dëgjuar mjeke që e rekomandojnë, thonë, është okay. Por në fakt nuk është okay. Sidomos ajo është një toksin shumë e fortë që sërish organizmi e absorbon dhe ne çdo gjë që konsumojmë në shtatzani dhe ujin që pim, të njëjtën gjë merr dhe bebi, kështu që unë jam totalisht kundër. Por për nënat që kanë lindur tani më dhe janë në gjithëdhënie. Edhe gjithëdhënia është pak a shumë njësoj sikur ti je shtatzan. Nuk mund të përdorësh produkte me ingredientë aktiv të forta. Nuk shumë vitaminën C mund ta përdorësh? Po, vitamina C po. Por produkte që kanë edhe këto retinolit, jo. Retinoli, jo, absolutisht. Vitamina A që thash, është një formë retinoli, jo. Nuk është e lejueshme. Edhe injeksione, çdo lloj gjëje që është me injeksion, nuk lejohet. Mezoterapi këto? Jo. Çdo gjë që ka injeksionet nuk rekomandohen. Pra le të themi mund të bëhen trajtime hidrofacial, le të themi këto gjëra janë okay. Gjëra që janë më sipërfaqësore, po. Këto janë pak a shumë, por trajtimet e tjera nuk e kemi luksin, kur bëhemi mama, është fokusit e fëmijët. Ne vim pastaj në plan të dytë edhe prandaj është pak e vështirë që të mendon, sugjeron që duhet një lloj trajtimi, por që trajtimet e përmueshme, që është kjo siç thash për të pastruar lëkurën, poret, për të larguar ato qelizat e vdekura,
janë të rëndësishme për të gjithë edhe pastaj janë të lejushme në çdo fazë, si në shtatzani, si në gjithëdhënie, sepse nuk kemi, domethënë, depërtime të produkteve të forta, ingredientë aktive, acide dhe gjëra të tilla. Në studi gjithashtu ti ke sjellë disa suplement të cilat e themi i shoqëron me trajtimet që ti ke. Po, suplementet janë specifikisht që targetojnë lëkurën, edhe është një gjë e rrallë që nuk para ekziston në përgjithësi në rekomandimet, për shembull, japim këto kremrat, po harrojmë ta targetojmë problemet nga brenda, që është më rëndësishme se sa sipërfaqja e lëkurës. Dhe këto targetojnë aknet, pigmentimin, e bën shumë më të lehtë pastaj punën nga jashtë, si për ne që punojmë, që përpiqemi për shembull të punojmë me aknet, nëse ti merr dhe suplementet, ke bërë më shumë se 50% të punës vetë, dhe pastaj është shumë më lehtë dhe do shumë më pak kohë që të kemi rezultate. Sa gjatë mund t'i përdorësh këto suplement? Këto mund t'i përdorësh gjithmonë siç përdorësh çdo suplement tjetër, sepse janë, si thënë, një multivitamin. Dhe kanë pastaj targetime specifike. Kemi multivitaminat, kemi omegat, kemi një nga këto është antioksidant, janë dhe si... Kjo kuti, çfarë përmban? Kjo përmban një targetim të përgjithshëm, e ka dhe aty të shuar 360 gradë. Do me thënë, qofse ti ke disa probleme, për shumë ke edhe akne, ke edhe pigmentim, ke edhe një lëkurë të thatë, në vend që të marrësh disa produkte tek, kjo i ka të gjitha bashkë. Në një produkt, pra nuk le themi, nuk e ka të veçantë që një paketim, por që i ka kokrat e ndara. Editës të ndara. Po, e ka një paketim shumë interesant, fakt, që ka kutia të veçanta, që ja kanë bërë gjithë punën për ty, në vend që ti të hapësh një kuti, të nxjerrësh një kokër, hapi kuti tjetër, të bësh këtë bashkimin vetë, që për mua për shembull është problem, dhe arsyeja kryesore që nuk i marr suplementet rregullisht është se përtoj të hap 7 kutia. Në harron ndonjëherë, po ose. Dhe kjo është shumë të ndihmon shumë sepse i ka të selektuara në ndarje të veçanta ku çdo ditë ti hap vetëm një 4 orë dhe ke të gjitha. A mund t'i marri një mamë shtatzan këto? Disa po, disa jo. Ka, domethënë, disa nga ato që munden dhe janë shumë të mira. Kam një kolege për shembull që ka marrë gjatë gjithë kohës atë paketimin multivitamin, edhe thot që baby që kam lindur, që kam përdorur këto vitamina 6 shtatzanis, është e vetmja që nuk sëmuret, dhe mendoj vërtet që ato kanë ndihmuar shumë. Deri në sa produkte mund të përdorën në një rutinë? Varet e nevoja, nëse ke, po themi, një lëkurë jo problematike, po do ta mirë mbash, maksimum me 3-4 produkte, me larës, tonik, hidratus dhe një SPF, është mjaftueshëm. Është mjaftueshëm për tani së Pastaj, nëse kemi pigmentim ose probleme të tjera, normalisht që duhet të shtojmë produkte që të targetojmë problematikat. Por besoj që nuk duhet të ngarkohemi shumë, sepse mbi përdorimi shkakton probleme. Unë shikoj shumë goca që kanë lëkurë të thatë, sepse mbi përdorin produkte që kanë dhe baza acide, edhe heqim atë barierën mbrojtëse. Bariera mbrojtëse është shumë rëndësishme. Duhet ta ushqejmë, ta kemi sa më të shëndetshme, sepse momentin që kemi një barierë mbrojtëse të shëndetshme, atëherë evitojmë shumë probleme tjera. Momentin që ne rrim gjatë gjithë kohës edhe ngacmojmë acide, do irritohet shumë. Pra duhet jemi të kujdesshëm me acidet, mos ta abuzojmë. Një gjë që çdo në re po e bën gabim me lëkurën. Ose mbi përdorin ose si përdorin fare. E kam bërë edhe vetë, me thënë drejtën. Kështu që ndodh, normalisht nuk i vëmë faj, sepse është ngarkesa, por që duhet, unë ja rikujtoj, sepse ne vetes edhe harrojmë. Ja rikujtoj gjithmonë që ta bëjmë atë gjë. Njësoj si lajmë dhëmbët në mëngjes,
të bëjmë edhe këtë rutinën bazike, sepse thamë që mamat me gjinë nuk mund të përdorin shumë gjëra, kështu që ato 2-3 produkte që janë 2 minuta në mëngjes dhe në darkë, t'i lejmë aty ku i shohim në afër pastës së dhëmbëve dhe do e kemi më të lehtë që ta kujtojmë vetes, po. SPF gjatë shtatzanis dhe gjedhënies, po apo jo? SPF-ja, me SPF-n e kam një problem, që do me thënë është, edhe kjo një gjë shumë rëndësishme nga Dr. Daisy Environit, që shpjegon gjithmonë në trajnimet që bëhen. SPF-t janë toksike, shumica SPF-ve janë toksike sepse më përmbajnë disa përbërës kancerogjen. Që janë benzoatet dhe i kanë, po themi, 90% të SPF-ve kanë. Dhe duhet bëjmë shumë kujdes kur e zgjedhim dhe të shikojmë ato ingredientet, të zgjedhim një SPF që nuk ka benzoate. Një gjë që TikToku po e shet gabim për skincare-in. Çdo gjë them. Suplementet për lëkurën, domosdoshmëri apo marketing? Varet e suplementi. Shumë janë që nuk janë cilësore mjaftueshëm për të dhënë efektin që duhet, por nëse zgjedhim produktin e duhur, kanë shumë benefite dhe ne normalisht po targetojmë lëkurën, por kemi edhe benefite për shëndetin e përgjithshëm sepse janë vitaminat të cilat na ushqejnë çado lloj mungese që mund të kemi në organizëm. Një shenjë që trupi një nëne po kërkon pushim. Ndonë që është lëkura, ajo që reagon më shumë nga të gjitha. Edhe lëkura e tregon patjetër rrafët e zi të syve, janë të parët që normalisht kur i shohim themi pas ke fjetë. Në këto raste? I kisha edhe unë për ca kohë, edhe tani kam në ditët që nuk flej gjumë. Ato janë të parët që ne shohim. Pastaj edhe lëkura, pastaj kemi këto shpërthimet e puçrave nga stresi, nga lodhja, edhe ushqyerja jo e mirë, sepse dhe ato... Patjetër, ushqyerja, pastaj dehidratimi nga që nuk konsumojmë ujë mjaftueshëm. Çfarë këshillë do i jepe një mami që sapo ka lindur sot? Këshilla që të përgatiten psikologjikisht, sepse ka një sfidë të madhe përpara. Mendoj që shumë herë mëmësia zbukurohet, sepse normalisht është një bekim që është gjëja më e bukur që i ndodh prindërve, por është dhe përgjegjësia më e madhe në jetë. Edhe mendoj që duhet të përgatiten për të gjitha netët pa gjumë, vështirësitë me shëndetin, vështirësitë me ushqyerjen, qumshti, gjiri, formula, këtë zgjedh, këtë përdor, dhe nuk du ta marrin aq lehtë, sepse kemi parë ditët e fundit të lajmet në lidhje me formula toksike, se e kam përmendur shumë fjalën toksike sot saqë. Po sepse është kur e fjala e botës që jetojmë sot. Ashtu është edhe kur e dëgjon edhe në formulën e bebave, domethënë është. Dhe jo një disa kompani. Është e frikshme, edhe unë e kam hasur këtë informacion që para 7 viteve kur përdora formulën për herë të parë për djalin e dytë, sepse e kam hyrë aq thellë sa që edhe ingredientin më të vogël e kam studiuar edhe jam përpjekur të zgjedh një formulë më të pastër dhe besoj që është shumë e rëndësishme, nuk du ta marrin aq shkollaj. Normalisht s'ka asnjë lloj paragjykimi nëse e ushqej me gjia apo me formulë apo me të dyja bashkë. Por, momentin që e zgjedh, duhet të bësh shumë kujdes. Dhe aty i rekomandoj të gjitha mamave që të bëjnë shumë kujdes. Si për kremrat, si për shampot, që përdoren për bebat, apo pelena, formula, mos harrojmë dhe pelena, se pelena janë shumë toksika në pjesën e mirë natyra. Çdo gjë është toksike, ne nuk duhet të bëhemi paranojak, por as neglizhent. Sepse në momentin që nuk e bën atë kërkimin e duhur dhe nuk shqetësohesh mjaftueshëm, mendoj që është pak neglizhent, sepse ai fëmijë erdhi në këtë jetë dhe është në dorën tonë. Po. Kështu që duhet të bëjmë shumë kujdes në të gjitha gjërat që zgjedhim, në lidhje me bebat dhe
të përgatitemi që... Në mos parë mirë që në thjesht to reklamat e Instagramit, le të themi, se edhe kjo është një tjetër. Se i marrim të mirë qënë, si dhe na sugjeron filani, Orinda, kështu e marrim të mirë qënë që kjo ka kujdesin maksimal për beben, edhe okej. Asnjëherë nuk duhet të influencohemi nga marketingu, sidomos në lidhje me fëmijët, absolutisht unë nuk e shoh fare, domethënë nuk ndikohem absolutisht pa bërë kërkimin tim personal dhe pa u siguruar që është më e mira. Shumë vërtet. Dhe në fakt unë përmenda Pelenat, por ne mos harrojmë edhe ato, le të themi, pecetat që përdorim ne gjatë ciklit, që edhe ato kanë rezultuar që t'jenë mjaft toksike dhe sot kemi atë ndryshimin hormonal dhe efektet ansore të këtyre pecetave. Irritimet edhe gjashta xhanis, edhe pas, edhe larsit, edhe çdo gjë, domethënë prandaj thash që unë e vlerësoj shumë qëllimin e produkteve të Veronik që janë kundër kancerit, sepse kanceri është bërë kryefjalë viteve të fundit, fatkeqësisht, edhe po përhapet aq shumë që ne duhet ta mendojmë përse dhe një nga arsyet kryesore janë çdo gjë toksike, edhe rrobat që i blejmë kalamajve janë toksike, sepse përbëhen nga nga materiale të cilat janë të shpejta, të le të themi që kanë kimikate secila prej tyre. Kimikate të përdorura. Kështu që jetojmë në një botë edhe pse për shembull mama tona na kanë thënë që kemi më kollaj, ndoshta sepse kemi gjërat më të gatshme, por është shumë më vështirë, ndoshta psikologjikisht për ne që nga kjo mbi ngarkesa e gjërave që kemi si produkte, si informacione, që të bëjmë zgjedhjen e duhur për ne, për fëmijët, për gjithë familjen tonë. Ne jemi avokatët e familjes tonë, siç e thash në fillim, për të mbrojtur ndoshta edhe nga mjekët, të cilët janë ato që duhet na mbrojnë, por ndodh edhe që e kundërta. Se nuk e arrin dot ta kapin një gjë. Ngarkesën e tyre patjetër, por është e vështirë. Dhe në këtë moment sigurisht që është vjen ajo pyetja, 4 fëmijë, të pestin e ke menduar? Nuk e di pse ma pyesin gjithë. Vërtet, është e kemi në kulturën e shqiptare këtë gjë. Mos ma bëni kështu. Mos ma ndillni do të Mos ma ndillni se ka shumë po më pyesin sa që kam frikë edhe vetë. Mos më vjen një ditë papritur përsëri. Shpresoj që spiralja këtë herë mos të më tradhtoj sërish. Që e shef familjen tënde të kompletuar. Po, e shef të kompletuar 4, besoj që gjithmonë kam dashur 2 me 2 në fakt, edhe pse nuk ndodhi, po besoj që jemi të plotësuar. Dhe unë uroj ta shijosh, edhe të shijosh punën tënde, të shijosh fëmijët e tu, t'i kesh me jetë, dhe të marrësh më të mirën nga. Faleminderit që ishe në mamë. Faleminderit.